Në një ndeshje plot emocione të zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi, Vllaznia ka dalë fituese ndaj rivalit të saj direkt Dinamos, duke mposhtur me rezultatin minimal 1-0. Heroi i kuqebluve ishte kapiteni Bekim Balaj, i cili shënoi golin vendimtar, që i dha 3 pikë të vlefshme skuadrës shkodrane. Atmosfera në Loro Boriçi ishte e zjarrt, me tifozët shkodran që festuan gjatë pas vërshëllimës përfundimtare, duke përshëndetur ekipin për një tjetër fitore ndaj një kundërshtari të fortë si Dinamo. Pas ndeshjes, trajneri i Vllaznisë Edi Martini ishte shumë i lumtur për këtë fitore, ndërsa nuk harroi të thumbonte edhe trajnerin e Dinamos Ilir Daja, pasi ky i fundit deklaroi që Dinamo i ka mësuar shkodranët si luhet futboll. Edhe sot bëm atë që nuk bëm në ndeshjen tjetër, duke fituar 2-1 dhe duke fal golin e barazimit tek Natjes. Sot rregullum atë gabim që bëm atje, vujtëm për shumë minuta, pothuajse realisht Dinamo ishte më mirë se na në pjesën e dytë. Vujtëm, luajtëm me sakrificë maksimum, edhe dëmtuam, edhe me probleme, edhe kishte ndeshje karakteri, po ndeshje që vlen shumë sepse janë 3 pikë. Gjë më thonë unë këtë punë mirë se kam luajtur futboll te Vllaznia, po ka njerëz që s'kan luajtur futboll kurrë, që s'kan këtë drejt, sepse Vllaznia dhe Dinamo janë legjenda me lojtarë në fushë dhe masaj. Gjithsesi, unë them që sot Dinamo ishte më mirë se na, luajti më mirë se na vuni vështirësi. Mandej thash, e rëndësishme e kësaj gjajet është marrja 3 pikëve, sakrifica e djemve që nga minuta parë deri minutë 95, 97, lanin gjithçka në fushë, edhe bravo i qoftë, jam krenar për ta. Unë jam dhe kam kënë gjithmonë me bëj një futboll fair play në gjitha drejtimet. Po kur shoh që i dalin punës përpara, vinë losin karshines dhe bëjnë presion, karshi arbitrave, karshi njerëzve, mandej aty dal edhe unë pak nga vetja. Mu m'pëlqen Vllaznia siç ka luajtur gjithmonë, shembull, edukata në maksimum, e pranoj pavarësisht sot se pranosh, e pranoj edhe duhet rokitën e kundërshtarit kur lot mirë, por kurse si nuk mundesh me ofenduj qytet. Ndërkohë, lojtari më i mirë i kësaj ndeshjeje u shpall mbrojtësi Elman Dogjini, i cili foli pas fitores ndaj Dinamos. Shumë i kënaqur, po edhe shumë i lodhur. Kena dhënë maksimumin edhe kena sakrifikuar prej minutë parë deri minutë 90, edhe besoj se e kena merituar këtë fitore. Shumë vështirë me thënë drejtën, po edhe Dinamo e meriton komplimentin e vet se kanë luajtur mirë, por në fund fituam ne, e besoj se e kena merituar. Me këtë fitore, Vllaznia forcon pozitat e saj në rënditje, teksa Avion të jetë në vendin e parë dhe konfirmon formën e mirë që po kalon në kampionat.